Shiko, kur vjen momentit vërtetës, ekipet e mëdha janë nxjerrë gjithmonë kokën. Unë nuk besoj te surprizat e mëdha. Mendoj që kisha shpresë ke Hollanda këtë vit, në fakt, sepse Hollanda është gjithmonë një princeshë që s'u bë kurrë mbret, si më thon. E kuptoj. Mendon që mund të bëj një skuadër e vogël surprizën e madhe këtë vit, këtë sezon? Deri diku edhe mund ta bëj. Edhe mund ta bëj. Cila? Tani jam pak skeptike për të pjesë, por Maroku, përse ka dhe ndeshje të tjera dhe Maroku nuk është. Maroku ka nivel shumë të lartë. Në gjysmëfinale botrorin e kaluar, po tregon një futboll shumë të mirë me Brazilin, pra u duk sikur ishte Maroku Brazili dhe Brazili ishte Maroku. Angela, Angela, që ndërmbrojësi me i mirë, kë shikonti këtu, me që je në rolin tënd që luan edhe të dursi dhe në kombëtare. Van Dijk, këtu për këtu? Ja, për këto ndeshje, domethënë çka ke parë në Kupën e Botës. Van Dijk më pëlqen shumë. Është më i mirë, bërë dhe goli me kokë, e qau. Është shumë lojtar i mirë është. Simpatik. Si futbollin USA, Arjan, tani, se ti shkon atje, ke vizituar, ka... Është një histori që nuk di, domethënë është interesi për futbollin është, le të themi, ku diun, më shumë ke ato tifozat që kanë një edukacion që kanë ardhur vonë në Amerikë dhe që kanë ngel kujtesë futbolli që vijnë nga Europa, sigurisht, ose nga këto vendet e Amerikës Veriut. Po përgjithsisht amerikanët e lindur ose shumë s'kan asnjë lloj s'din si luhet deri. Shumica nuk din si luhet. Nuk din si luhet. Po ka shumë emigrantët ata... Emigrantët janë që kanë ardhur, që kanë një edukacion me futbollin dhe kështu, kurse pjesa tjetër s'kan lidhje, po lidhje fare, dhe po ta shikosh, edhe në stadium janë gjithë që duken përherë, i kanë shkruar në ballë që janë emigrant të ardhurërisht tazi. Kupton që janë të vonshëm. Ti bëj replik. MLS-ja, liga e... Ora MLS-ja. është pak më lartë se liga e Kanadas. Për shembull, unë kam dokumentat e Kanadas. Po? Zotëria e Katë Amerikës.